A e ndjeni barkun të fryrë edhe pse nuk keni ngrënë shumë? Ndoshta problemi nuk është vetëm ushqimi që konsumoni, por disa zakone të përditshme që mund të jeni duke i bërë pa e kuptuar. Nëse fryrja e barkut ju shqetëson shpesh, qëndroni deri në fund, sepse sot do të zbulojmë 7 gabime të zakonshme që mund ta përkeqësojnë fryrjen dhe disa prej tyre mund t'i bëni çdo ditë. Nga mënyra si hani, tek pijet që konsumoni dhe zakonet menjëherë pas vakteve, një ndryshim i vogël mund të bëjë diferencë. Gabimi i parë mund t'ju duket krejt i padëmshëm, por shumë njerëz e bëjnë çdo ditë. Fryrja e barkut është një nga ato shqetësime që shumë njerëz e konsiderojnë normale. Hani një vakt, barku fryhet, ndjeni rëndes, ndoshta keni gazra dhe pas disa orësh gjithçka qetësohet. Por kur kjo ndodh shpesh, sidomos pas vakteve të zakonshme, ja vlen të shikoni jo vetëm çfarë hani, por edhe si hani dhe çfarë bëni pas ushqimit. Sepse disa zakone që duken krejt të padëmshme mund të kontribuojnë në fryrje, gazra dhe ndjesinë e një barku të rënduar. Në këtë video do të flasim për 7 gabime të zakonshme. Dhe i pari është një nga më të thjeshtët. Gabimi numër 1. Të hani shumë shpejt. Mendoni për mënyrën se si hani zakonisht. Ulni pjatën në tavolinë, merrni disa kafshata njëra pas tjetrës, flisni, shikoni telefonin dhe ndonjëherë, pa e kuptuar, vakti përfundon për vetëm disa minuta. Problemi është se kur hani shumë shpejt, jo vetëm që mund të konsumoni më shumë ushqim përpara se të ndjeni ngopjen, por mund të gëlltisni edhe më shumë ajër. Ky ajër mund të përfundojë në traktin tretës dhe të kontribuojë në ndjesinë e fryrjes dhe gazrave. Për më tepër, përtypja është pjesë e rëndësishme e procesit të tretjes. Ushqimi nuk është menduar të kalojë nga pjata në stomak pothuajse i papërpunuar. Prandaj, një nga ndryshimet më të thjeshta është të ngadalësoni ritmin. Mos u përpiqni ta përfundoni vaktin sa më shpejt. Vendoseni pirunin her pas here. Përtypini mirë kafshatat. Jepini trupit kohë të kuptojë se po hani. Mund të duket si një ndryshim i vogël, por pikërisht ndryshimet e vogla janë ato që mund të bëhen zakone afatgjata. Dhe këtu vjen një pyetje interesante. A është gjithmonë ushqimi shkaku i fryrjes? Jo domosdoshmërisht. Ndonjëherë mënyra se si e konsumojmë ushqimin ka po aq rëndësi sa vetë ushqimi. Gabimi numër 2. Të hani porcione shumë të mëdha. Një tjetër gabim shumë i zakonshëm është të hani një sasi të madhe ushqimi në një vakt. Sidomos nëse gjatë ditës keni ngrënë pak ose keni kaluar një vakt, mund të arrini në darkë shumë të uritur dhe të konsumoni një pjatë të madhe. Pas kësaj mund të shfaqet ajo ndjesia e njohur. Barku duket i tendosur. Ndjeni rëndes. Mund të keni gazra. Dhe ndonjëherë dëshironi vetëm të shtriheni. Një vakt i madh nuk do të thotë automatikisht se do të keni fryrje. Por për disa njerëz, sasitë e mëdha të ushqimit mund të jenë më të vështira për të toleruar, veçanërisht nëse vakti përmban shumë yndyrë ose ushqime që individualisht shkaktojnë gazra. Prandaj, në vend që të prisni derisa të jeni tepër të uritur, përpiquni të krijoni vakte më të rregullta dhe të moderuara. Dhe mos harroni një gjë. Nuk ka një madhësi perfekte porcioni për të gjithë. Nevoja për ushqim ndryshon nga personi në person. Qëllimi nuk është të hani sa më pak. Qëllimi është të shmangni teprimin dhe të kuptoni se si reagon trupi juaj. Nëse vëreni se fryrja shfaqet pothuajse gjithmonë pas vakteve shumë të mëdha, kjo është diçka që mund ta vëzhgoni. Mbani shënim çfarë hani, sa hani dhe kur shfaqen simptomat. Me kalimin e kohës mund të dalloni një model. Gabimi numër 3. Të pijen shumë pije të gazuara. Ky gabim është shumë i zakonshëm. Pijet e gazuara përmbajnë gaz. Dhe kur i konsumoni, një pjesë e këtij gazi mund të përfundojë në sistemin tretës. Kjo mund të shkaktojë gromësira, gazra dhe ndjesinë e fryrjes tek disa njerëz. Madje, nuk bëhet fjalë vetëm për pijet me sheqer. Edhe uji i gazuar mund të shkaktojë fryrjet e disa persona, veçanërisht nëse konsumohen sasi të mëdha ose nëse personi është i ndjeshëm ndaj gazrave. Kjo nuk do të thotë se të gjithë duhet i shmangim plotësisht. Nëse pini ujë të gazuar dhe nuk keni asnjë shqetësim, nuk ka arsye të mendoni automatikisht se ai është problem. Por nëse vëreni se barku fryhet menjëherë pas konsumimit të pijeve të gazuara, bëni një provë të thjeshtë. Për disa ditë zëvendësojini me ujë të zakonshëm dhe shikoni nëse ndryshon diçka. Mos kërkoni përgjigjen vetëm në internet. Vëzhgoni trupin tuaj, sepse toleranca ndaj ushqimeve dhe pijeve ndryshon shumë nga një person tek tjetri. Dhe tani kemi ardhur te një gabim që lidhet me diçka që shumë njerëz e bëjnë menjëherë pas ushqimit. Gabimi numër 4.
Të shkoni direkt të shihni televizorin së të shiriheni 5 vaktit. Pasi kemi ngrënë, sidomos pas një darke të bollshme, dëshira e parë mund të jetë të ulemi në divan. Por të qëndruarit plotësisht pasiv menjëherë pas ushqimit nuk është gjithmonë zgjedhja më e mirë. Një shëtitje lehtë pas vakti mund të jetë një alternativë shumë më e mirë për shumë njerëz. Nuk po flasim për vrap, nuk po flasim për palestër, nuk po flasim për ushtrime intensive. Thjesht një ecje e qetë. Lëvizja e lehtë mund të ndihmojë procesin e tretjes dhe mund të jetë një mënyrë e mirë për të shmangur ndjesinë e rëndesës pas një vakti. Por ka edhe një arsye tjetër pse duhet të tregoheni të kujdesshëm me shtrirje menjëherë pas ushqimit. Tek disa persona, shtrirja pas një vakti mund të favorizojë refluksin dhe urthin. Pra, nëse pas darkës ndjeni jo vetëm fryrje, por edhe djegje në gjoks, shije acide në gojë ose ushqim që ju kthehet lart, kjo mund të jetë diçka tjetër nga fryrja e zakonshme. Në raste të tilla, është mirë të mos e trajtoni çdo shqetësim të barkut si thjesht gazra. Trupi mund të jetë duke ju dhënë një sinjal tjetër. Dhe kjo na çon te një nga gabimet më të rëndësishme. Gabimi numër 5. Tërë se i kushtoni vëmendje ushqimeve vërë shkaktojnë probleme. Ka njerëz që thonë, fasulet më fryjnë. Të tjerë thonë, qumështi më shkakton shqetësime. Dikush tjetër mund të vërej se pas konsumimit të qepëve, lakrës, ushqimeve shumë yndyrore ose disa ëmbëlsirave, barku i tij fryhet më shumë. Kjo nuk do të thotë se këto ushqime janë të këqija për të gjithë. Përkundrazi, një ushqim që shkakton fryrje te një person mund të tolerohet shumë mirë nga një tjetër. Prandaj në vend që të hiqni 10 ushqime nga dieta pa arsye, filloni të vëzhgoni. Çfarë hëngrët? Sa hëngrët? Sa kohë më pas filloi fryrja? A pati gazra? A pati diare ose kapsullët? A ndodhi vetëm një herë apo përsëritet? Kjo mund t'ju ndihmojë të kuptoni nëse ekziston një lidhje. Për shembull, disa njerëz kanë vështirësi në tretjen e laktozës, sheqerit natyral që gjendet në qumësht. Te këta persona, konsumimi i produkteve të qumështit mund të shkaktojë gazra, fryrje ose diare. Por nuk duhet të bëni vetë diagnoza vetëm nga një simptom. Nëse dyshoni për një intolerancë ushqimore, veçanërisht nëse simptomat janë të shpeshta, flisni me një mjek ose profesionist të ushqyerjes. Sepse fryrja mund të ketë shumë shkaqe. Dhe pikërisht këtu shumë njerëz bëjnë gabimin e 6. Ata mendojnë se zgjidhja është të hanë gjithnjë më pak. Por kjo nuk është domosdoshmërisht përgjigja. Në pjesën tjetër do të shohim edhe 2 gabimet e fundit. Përfshirë një zakon të përditshëm që lidhet me kapsullëkun dhe një gabim që shumë njerëz e bëjnë kur përpiqen ta qetësojnë barkun. Dhe në fund do të flasim edhe për shenjat kur fryrja nuk duhet thjesht të injorohet. Deri tani kemi parë 5 gabime që mund të lidhen me fryrjen e barkut. Të ngrënit shumë shpejt, porcionet shumë të mëdha, pijet e gazuara, shtrirja menjëherë pas ushqimit dhe injorimi i ushqimeve që duket se ju shkaktojnë shqetësime. Por 2 gabimet e fundit janë po aq të rëndësishme. Dhe njëri prej tyre lidhet me një problem që shumë njerëz e kanë. Por rrallë flasim për të. Kapsullëkum. Gabimi numër 6. Tërë se kesh mjaftueshëm lëvizje dëhër fibra aerodietë. Nëse zorët nuk po funksionojnë rregullisht, ushqimi dhe mbetje qëndrojnë më gjatë në traktin tretës. Kjo mund të shoqërohet me gazra, parehati dhe fryrje. Kapsullëku mund të ndodhë për shumë arsye. Mungesë aktiviteti fizik, ndryshime në rutinë, konsum i pamjaftueshëm i lëngjeve, disa medikamente ose një dietë me pak fibra. Prandaj, nëse keni fryrje të shpeshta, një pyetje e thjeshtë që duhet i bëni vetes është: apo shkoj rregullisht në tualet? Nëse përgjigjja është jo, mund të jetë një pjesë e rëndësishme e problemit, por këtu duhet të bëjmë një sqarim. Fibra është e rëndësishme për shëndetin e zorëve, por kjo nuk do të thotë se duhet të kaloni nga një dietë me pak fibra në një dietë me shumë fibra brenda një dite. Një rritje menjëhershme e fibrave mund të shkaktojë edhe më shumë gazra dhe fryrje te disa njerëz. Prandaj, nëse po përpiqeni të konsumoni më shumë fibra, bëjeni gradualisht. Mund të përfshini më shumë fruta, perime, drithëra integrale, bishtajore dhe ushqime të tjera të pasura me fibra, sipas tolerancës suaj. Dhe mos harroni lëngjet. Kur rritni fibrat, është e rëndësishme të konsumoni mjaftueshëm ujë. Përveç nëse keni një arsye mjekësore për të kufizuar lëngjet. Një tjetër zakon që mund të ndihmojë është lëvizja. Nuk keni nevojë të bëni një stërvitje të rëndë. Një ecje e përditshme, sidomos pas vakteve, mund të jetë një mënyrë e thjeshtë për të futur më shumë aktivitet në rutinën tuaj. Nëse punoni ulur për shumë orë, përpiquni të ngriheni dhe të lëvizni rregullisht, sepse trupi nuk është krijuar për të qëndruar i palëvizshëm gjatë gjithë ditës.
Dhe tani vim te gabimi I fundit. Një gabim që shumë njerëz e bëjnë pikërisht sepse duan të ndihen më mirë. Gabimi numër 7. Të përdorni për nevojë zgjidhje për fryrjen. Kur barku fryhet, shumë njerëz kërkojnë menjëherë një zgjidhje, një çaj, një suplement, një produkt detox, një ilaç pa recetë, ose ndonjë këshill që kanë parë në rrjetet sociale. Por problemi është se fryrja nuk ka gjithmonë të njëjtin shkak. Nëse fryrja shkaktohet nga një vak shumë I madh, qasja mund të jetë ndryshe nga një rast ku ekziston kapsllëk, intolerancë ndaj një ushqimi, refluks apo një problem tjetër I sistemit tretës. Prandaj nuk është ide mirë të përdorni vazhdimisht produkte ose ilaçe vetëm për të shtypur simptomën pa kuptuar shkakun. Edhe detox, që premtojnë të pastrojnë zorrët ose të eliminojnë fryrjen brenda pak orësh nuk janë zgjidhje magjike. Trupi juaj ka organet e veta që kryejnë proceset e eliminimit dhe metabolizmit. Nuk keni nevojë të ndiqni çdo trend që shfaqet në internet. Nëse një produkt premton bark I shesht në 24 orë, pastroni zorrët menjëherë. Ose zhdukni gazrat përgjithmonë. Duhet të tregoheni skeptik. Shëndeti I tretjes nuk funksionon me premtime magjike. Më e rëndësishme është të kuptoni modelin tuaj. Kur ndodh fryrja, pas cilit ushqim, sa zgjat, a shoqërohet me kapsllëk, a shoqërohet me diarre, a keni dhimbje, a ndodh çdo ditë. Këto pyetje mund të jenë shumë më të vlefshme se sa të provoni një produkt të ri çdo javë. Çfarë mund të bëni praktik? Tani që I kemi parë të 7 gabimet, le t'i kthejmë në disa hapa të thjeshtë. Së pari, hani më ngadalë. Mos e trajtoni vaktin si një garë. Përtypini mirë ushqimet dhe jepini trupit kohë. Së dyti, shmangni teprimin me porcionet. Nëse një vakt I madh ju shkakton vazhdimisht fryrje, provoni vakte më të moderuara dhe shikoni nëse ndryshon diçka. Së treti, vëzhgoni pijet e gazuara. Nëse vini re se ato ju fryjnë, reduktojini ose zëvendësojini me ujë të zakonshëm. Së katërti, mos ushtrini menjëherë pas një vakti të madh. Një ecje lehtë mund të jetë një alternativë më e mirë. Së pesti, mbani një ditar të thjeshtë ushqimor. Nuk ka nevojë të jetë I komplikuar. Shkruani çfarë hani dhe kur shfaqen simptomat. Pas disa ditësh ose javësh mund të shfaqet një model. Së gjashti, kujdesuni për lëvizjen, fibra dhe hidratimin, sidomos nëse keni tendencë për kapsllëk. Dhe së shtati, mos u mbështetni vazhdimisht te zgjidhjet e shpejta. Nëse simptomat përsëriten, kërkoni të kuptoni shkakun. Por ka edhe diçka shumë të rëndësishme që duhet ta dini. Jo çdo fryrje është thjesht rezultati I ushqimit. Nëse fryrja është e re, e vazhdueshme ose shoqërohet me simptoma të tjera, nuk duhet ta injoroni. Për shembull, nëse keni dhimbje të forta ose të vazhdueshme barku, të vjella, gjak në jashtëqitje, humbje peshe të pashpjeguar, temperaturë, ndryshim të rëndësishëm dhe të vazhdueshëm në jashtëqitje, ose barku është shumë I fryrë dhe gjendja po përkeqësohet, duhet të kërkoni këshill mjekësore. Nëse fryrja përsëritet shpesh dhe po ndikon në jetën tuaj të përditshme, ja vlen gjithashtu të flisni me mjekun, sepse qëllimi nuk është thjesht të fshehim fryrjen. Qëllimi është të kuptojmë pse po ndodh. Dhe kjo është ajo që duhet të mbani mend. Fryrja mund të jetë e zakonshme, por nuk duhet të bëhet diçka që ju e pranoni automatikisht si normale çdo ditë. Filloni me zakonet më të thjeshta. Hani më ngadalë. Mos e teproni me porcionet. Vëzhgoni ushqimet që ju shqetësojnë. Lëvizni më shumë. Kujdesuni për kapsllëkun. Dhe mos kërkoni gjithmonë një zgjidhje të shpejtë, sepse ndonjëherë trupi nuk ka nevojë për një produkt tjetër. Ka nevojë që ju të dëgjoni sinjalet që po ju jep. Tani le t'i rikthehemi edhe një herë 7 gabimeve që mund ta përkeqësojnë ndjesinë e fryrjes së barkut. Gabimi I parë, të hani shumë shpejt. Kur hani me nxitim, mund të gëlltisni më shumë ajër dhe gjithashtu mund të hani më shumë përpara se trupi të jap sinjalin e ngopjes. Prandaj, herën tjetër kur uleni për të ngrënë, provoni të ngadalësoni ritmin. Mos e shihni vaktin si diçka që duhet përfunduar sa më shpejt. Gabimi I dytë, porcionet shumë të mëdha. Edhe një ushqim që zakonisht e toleroni mirë mund t'ju shkaktojë parehati nëse konsumoni një sasi shumë të madhe. Dëgjoni sinjalet e trupit dhe shmangni ngrënien deri në pikën ku ndiheni tepër të rënduar. Gabimi I tretë, pijet e gazuara. Nëse vëreni se barku juaj fryhet pas tyre, bëni një provë të thjeshtë. Reduktojini për disa ditë dhe shikoni nëse ka ndonjë ndryshim. Gabimi I katërt, të qëndroni shtrirë ose plotësisht pasiv menjëherë pas një vakti të madh. Një ecje e qetë mund të jetë një zgjedhje më e mirë.
Nuk duhet të bëni ushtrime intensive. Mjafton të lëvizni. Gabimi i 5. Të injoroni ushqime që duket se ju shkaktojnë probleme. Mos harroni se nuk ekziston një dietë perfekte për të gjithë. Një ushqim mund të jetë krejtësisht normal për një person, ndërsa një tjetër mund të ketë shqetësime pas konsumimit të tij. Prandaj, në vend që të eliminoni ushqime pa arsye, vëzhgoni reagimin e trupit tuaj. Gabimi i 6. Të neglizhoni kapsllëkun, aktivitetin fizik, fibrat dhe hidratimin. Nëse zorët nuk funksionojnë rregullisht, fryrja mund të bëhet më e bezdishme. Një dietë e ekuilibruar, lëvizja rregull dhe konsumimi i mjaftueshëm i lëngjeve mund të jenë pjesë e një rutine të shëndetshme. Por bëjini ndryshimet gradualisht. Sidomos kur rritni fibrat, një ndryshim i menjëhershëm mund të shkaktojë më shumë gazrat e disa njerëz. Dhe së fundmi, gabimi i 7. Të kërkoni gjithmonë një zgjidhje të shpejtë. Një çaj, një suplement apo një produkt detox mund të duket si përgjigje perfekte. Por nëse fryrja vazhdon, pyetja më e rëndësishme është: pse po ndodh? Sepse fryrja mund të ketë shumë shkaqe. Dhe pikërisht për këtë arsye, nuk duhet të bëni vetë diagnoza vetëm nga një video. Nëse fryrja është e vazhdueshme, e re ose po përkeqësohet, flisni me një profesionist shëndetësor. Sidomos nëse shoqërohet me dhimbje të forta ose të vazhdueshme, të vjella, gjak në jashtëqitje, humbje peshe të pashpjeguar, temperaturë ose ndryshime të rëndësishme në funksionimin e zorëve. Mos harroni, një bark i fryrë nuk duhet të jetë diçka që thjesht e pranoni çdo ditë pa pyetur veten pse. Ndonjëherë zgjidhja mund të jetë shumë e thjeshtë. Të hani më ngadalë, të kontrolloni porcionet, të reduktoni pijet e gazuara, të lëvizni pas vakteve, të kuptoni cilat ushqime nuk i toleroni mirë, të kujdeseni për kapsllëkun, dhe të mos mbështeteni te premtimet për detox apo rezultate magjike. Filloni me një ndryshim të vetëm. Mos u përpiqni të ndryshoni gjithçka brenda një dite. Zgjidhni një zakon që mund ta ndryshoni që sot dhe vëzhgoni se si ndiheni. Sepse shpesh, ndryshimet më të qëndrueshme nuk janë ato më drastike. Janë ato që mund t'i përsërisni çdo ditë. Dhe tani dua t'ju bëj një pyetje. Cili nga këto 7 gabime mendoni se mund të jetë duke ndikuar te ju? A hani shumë shpejt? Pini shpesh pije të gazuara? Hani vakte shumë të mëdha? Apo problemi juaj kryesor është kapsllëku? Shkruajeni në koment. Ndoshta përvoja juaj mund të ndihmoj edhe dikë tjetër që po përballet me të njëjtin shqetësim. Nëse kjo video ju ndihmoi, pëlqejeni, abonohuni në kanal dhe aktivizoni njoftimet, sepse në videot e ardhshme do të vazhdojmë të flasim për ushqimin, zakonet e përditshme dhe mënyrat për të kujdesur më mirë për trupin. Dhe mbani mend, mos e injoroni trupin tuaj. Dëgjojeni. Shëndeti nuk ndërtohet me një ndryshim të madh brenda një dite. Ndërtohet me shumë zgjedhje të vogla, të përsëritura çdo ditë. Faleminderit që qëndruat deri në fund.